Manifestimi trefisht është shënuar sot në shkollën fillore për parimin në fshatin Çegran, ku është kremtuar 7 marsi, dita e mësuesit, patronazhi i kësaj shkolle dhe 8 marsi, dita e nënës. Në sallën e sportit të shkollës në këtë akademi solemne me një program artistik, u paraqitën nxënësit e kësaj shkolle me referat, recitime, muzikë dhe valle. Të pranishëm përpos një numri të madh nxënësish të shkollës dhe mësimdhënësish. Bashkë dhe prindër ishin edhe përgjegjësi sektorit për arsim pranë komunës së Gostivarit Edit Azizi dhe shefi i kabinetit të kryetarit Nevzat Bejta, Bashkim Hasani. Nuk munguan edhe mysafir nga myftinia e qytetit të Gostivarit me në krye myftiun Shaqir Fetahu. Drejtori i shkollës fillore për parimin nga Çegrani, Lulzim Zeqiri, ka uruar të gjithë mësimdhënësit e kësaj shkolle me rastin e festës së ditës së tyre, 7 marsi, dhe ka shpalosur programin artistik mbi këtë ditë. Kena nderin dhe kënaqësi që mund këtë festë të madhe të festojmë edhe patronatin e shkollës tonë. Shkolla është vendi ku ndërtohet e ardhmja e një populli, pasi që në të edukohet dhe arsimohet rinia e cila është e ardhmja jote. Mu për këtë shkak, ne duhet që të gjithë të japim mundin për një edukim dhe arsimim sa më cilësor në shkollë, duke u ofruar kushte sa më të mira. Shfrytëzojmë rastin që në këtë ditë që falenderojmë të gjithë atyre që dhanë mund dhe kontribut gjatë këtij viti shkollor dhe na mundësuan që të bëjmë ndryshime në përmirësimin e kushteve në shkollë. Unë sot do t'i përmes vetëm disa prej tyre. Në shkollën periferike është bërë investiri në hapësirat e mbrëmshme të shkollës, ku janë ndëruar të gjithë dyert e klasave. Hyrja e shkollës, janë lyer hapësirat e shkollës në Mrendi, gjithashtu është rregulluar edhe obori i shkollës. Mirëpo, këtë vit kena edhe një investim më kapital në shkollën periferik, në shkollën qendrore, ku që nga ndërtimi i këtij objekti nuk është bërë një investim i tillë. Në këtë shkollë janë ndëruar 47 dritare, 19 dyer. Vlera e gjithë këtij projekti arriti shumën prej 13.500 euro. Për nxënësit më të mirë të shkollës u ndajtën edhe mirënjohje nga ana e drejtorit Zeqiri. Mirënjohje u ndajtën për garat në matematikë dhe sport që kanë zhvilluar kjo shkollë gjatë ditëve të kaluara. Për ekipet më të mira në futboll dhe volejboll, drejtori Zeqiri, ata i shpërbleu edhe me kupa. Mirënjohje u ndan edhe për disa ndërmarrje nga fshati Çegran, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në këtë shkollë.